Vitesh, do ndodhte kjo gjëja që ndodhi, e kishe besuar apo jo? Pyete mua tash apo për kë nëse s'e ndjen. Ty pra ty. Para 4 vitesh do mendoj që do ndodhi kjo gjë që po ndodh. Para 4 vitesh, po themi kot të takoheshim ne të dy dhe unë të thoja Mateo, pas 4 vitesh ti do futesh në Big Brother edhe do gjesh aty atë gocën që ke pas vdek. Edhe ti do më thoje mua, po jo, burri dhe vata i mua bet që shkjo, pas 4 vitesh ke lujt mençti, ore do thoja unë, do gjesh aty, do vdesësh fare, do marrosh. Do e besoje? Ledion, unë s'do e besoja, do më thënë, unë që kur kam pa Big Brother kur filloj, që hyri Brikena, mu më duke shë surreale. Që ishte këtu brënda dhe unë do hyja. Që aty filloj. Se nuk e kam ditë, do më thënë, kush do ishte në shtëpi, para se të filmoset, dhe kur e kam pa Brikena në shtëpi. Thash qaj të i bej vetë e sonë, thash. Do të vinte keq të ike nga shtëpia pa e marrë të drejqosur në puthje. Jo, po nuk iko, Lidian. Normal që do vinte keq, po. Mos i shtini në kry kësi lloj mendimesh se Mateo s'ka shansa me ikë sonte, nuk ka shansa. Unë e di që ti po e manifeston. Jo, e mendojnë vërtet. Po. Jo, si kletë që keni thonë, The! A që jam afru dje, atje ke grimi, vetëm ta kapshoj jam kishtë ngell. Po mos e zgjatë të kape shpejt aty, hajde! The! Më në fund ndodhja, po më në fund, o njerë. Më në fund ndodhi puthja e madhe. Po shqyshyrë moj Brikena, ta kështë edhe në para nominimit moj bëjë. Mund të lësh të pinë tani, Mateo. E mirë. Hajde tani. Të plas një dhuratat. Ta keni zbukuru Big Brother. Ta dija që duhet hyja këtu, për të nësë kjo ose për dalë nominim, kisha bona i gjë me dalë shumë me zarë zi kokë. Ta kisha të që ishte kështu po. Ta dija që duhet ishte atë të dhoma e rëfimit e kisha fut për para. Mirë. Qifti. Bravo Brikena, bravo. Do që të shkoj puna.